Në 9 prill, u mblodhën Kolegjet e Bashkuara në një seancë gjyqësore për të shqyrtuar një akt turpi të marrë nga Partizan Sadushi, që i shërben kryebashkiakut të arrestuar të Tiranës për 13 akuza dhe 5 vepra të rënda penale. Pas shqyrtimit në seancë, Kolegjet e Bashkuara pritet të vendosin për vendimin penal për paraburgimin. Skenari është i qartë. Qëllimi i këtij akti është politik, që mjet kanë nxjerrjen e kryebashkiakut të arrestuar të Tiranës Erion Veliajn nga burgu. I pavettinguari Sokol Sadushi nxori një vendim të ndërmjetëm, duke ushtruar këtë detyrë për herë të parë për nisjen e procedurës për ndryshimin e pjesëshëm të praktikës së njësuar të Kolegjeve të Bashkuara të Gjykatës së Lartë të vitit 2011 mbi masat e sigurimit personal. Përmes këtij vendimi të ndërmjetëm, Sadushi kërkon të bëjë ndryshime procedurale, që në finale çojnë në ndryshimin e kritereve të vendosjes së masës së sigurimit, duke i shërbyer në këtë mënyrë Erion Veliajt si hall i madh i kreut të Gjykatës së Lartë dhe miku të tij Mero Baze, gazetar mercenar, kamikazi familjes Veliaj. Gjithë skenari është se Partizan Sadushi është bërë një ushtar i devotshëm i Mero Bazes. CNA ka materiale dhe ndërhyrje konkrete që Mero Baze ka bërë në media për Sokol Sadushin. Sokol Sadushi i është borxhli Mero Bazes për mbështetjen mediatike që i ka dhënë dhe sot bëjnë veprime për të nxjerrë kryebashkiakun me 13 akuza nga burgu.